Jemi kthyer në studio për të zhvilluar intervistën e dytë për sot, nderuar shikues, me kandidatin për Asamblenë Komunale në Prishtinë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, zotin Shefqet Osmani. Zoti Osmani, mirë se erdhe në Info. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Zoti Osmani, mirë bo 2 javë dje, domethënë nga nisja e fushatës kanë metë edhe më pak se 2 nga dita e zgjedhjeve 12 tetorit. Si kanë shku për juve këto 2 javë të fushatës zgjedhore në Prishtinë? Shona, kemi filluar siç e thatë ju para 2 javë, kemi edhe 2 javë, më pak se 2 javë deri në përfundim të kësaj fushate. Mund të them që është pak bajageron kjo mirë, po ne kemi arrit me bëni punë bukur të mirë. Kemi një shtrirje shumë të mirë të degëve dhe nën degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë, edhe kemi punuar me secilin degë dhe nën degë. Jemi realisht të shku derë në derë me shpalos programin në Lidhjes Demokratike të Kosovës, me të arriturat, me ato çajnë bo edhe synimet ku i kemi. Keni arrit derë më derë, keni arrit që ti takoni, si me thonë, përfaqësuese të gjitha fshatrave, lagjeve, apo ende keni punë, themi kështu, apo do t'ju heni edhe për së dyti, do t'i takoni edhe cili është motivi tyne për dalë, për të votu dhe në këtë rast për të marrë mbështetjen e programit juaj? Shon, për herë dytë, s'besoj që do të mund të kthehemi, sepse Prishtina është një territor shumë i gjanë, ku gravitojnë edhe 53 fshatra, mirë po qytetarët atu ku kemi mri deri tash për këto 2 javë kampanje, kemi arrind me bind për të arriturat tona si qeverisje lokale deri tash, krye me zotin Rama, për ato pjesë të cilat kemi met pa i përfundu, edhe synimet ku i kem tash. Realisht, qytetarët është i njoftum me të gjitha këto të arriturat që kanë ndodhur deri sot në Prishtinë, po gjithashtu është edhe i njoftum edhe me problemet edhe me blokadat cilat i kemi pas nga niveli qendror edhe nga opozita për brenda Kuvendit Komunal të Prishtinës. Prandaj unë ju kom fut kësaj gare pikërisht për të ndihmuar zotit Rama edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për ta pas një shumicë absolute në Kuvendin Komunal të Prishtinës për të çuar përtej sloganit që i kem të gjitha ato projekte që i ka në programin e vetë Lidhja Demokratike e Kosovës në kryme për parim Ramën, të cilat besoj që me kohë do t'i shpalosëm, si që është e thëmë projekti për... Para se dalim të projekte, zoti Osmani, sepse e thatë dhe ju jeri këthy, keni qenë asamblejist në 2017-2021. Pse vendoset me u rikthy, keni pauzu një mandat, pse vendoset me u rikthy prap për të hyrë garës për Asamblenë Komunale të Prishtinës? Unë kam qenë 2017-2019 dhe kam qenë një ndër kritikuesit më të mëdhej të lëvizjes së vendosjes atë kohë, sepse ja kam thonë edhe dikujt tjetër që kemi pas 8 vite të humbura me zotin Shpend Ahmeti dhe me qeverisjen e vetvendosjes në Prishtinë. Edhe atëherë nuk e kishim shumicën. Prandaj duke e pa tash këtë stagnim në Kuvendin Komunal të Prishtinës për shkak të numrave, edhe duke pa projektet shumë madhore dhe shumë interesante edhe dobipruese për qytetarën e Prishtinës, kom dashur me ndihmu, me u kyç, mos me nejt në prapasken, po drejt për drejt mu infiltru, me kërku votën për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për zotin Rama edhe për veten time, që me qenë pjesë e Asamblesë Komunale, me i shty të gjitha projektet që zoti Rama i ka proklamu tash e sodit. Cila është oferta ju, në fakt, këto oferta bashkë, sigurisht bashkë me LDK-n, por ju do të përfaqësoni qytetarë, do të shkoni, keni shkuar në secilin lagje edhe fshat. Cila është oferta ju konkrete që do t'i shtyni përpara, që do t'i jepni hov ose do t'i jepni zë, sepse duke qenë se keni qenë edhe kritikues edhe një avokus goxha i madh në mandatin që keni pas 2017-2021. Ne kemi mbet me projekte shumë mlopa. Projektet edhe programi Lidhjes Demokratike të Kosovës për Prishtinë tash është publik. Mirë, por ne nuk kemi mujt deri tash me jetësu ato programe, për shkak të blokadave dihen, janë të publike nga niveli qendror. Ju paramendoni, domethënë për vitin 2024 hala nuk janë aloku over 28.5 milion rrinë në qeveri. Pastaj viti 2025 over 32.5 milion, që gjithsej janë 60 milion. Komuna e Prishtinës sot operon pas 1 cent. Domethënë, ne
për projekte të cilat i kemi pas madhore, që janë jetike për qytetarën e Prishtinës, na kanë me për gjymës. Deri tash kemi arritë rrugën A me përfundu, besoj që shumë shpejt do të përfundon. Pastaj te investimet kapitale na kanë mbetë sheshet, të cilat na kanë blloku pa asnjë arsye. Sheshin Gjergj Bush, kemi arritë me bë sheshin Recep Luci, edhe nimëri sheshës të cilat janë në proces, mirë po për shkak të qeverisë edhe mungesë të mjeteve kemi mjetë shumë rrapa. Pastaj kemi pas unozën e mrenshme, që besoj segmenti parë do të përfundoj, pastaj unozën e jashtme, që ka një grant prej Bashkimit Evropian ofër 230 milion që nuk na e nënshruan qeveria. Ju e dini që ditë më parë kryetari Rama, gjithsesi Komuna e Prishtinës, ka dorëzuar lëndën në gjykatën kushtetuese për ato mjete të cilat pa drejtësisht i mban ministri Murati. Pra, ne jemi në vazhdimsi të projektit që kemi filluar, mirë për mungesë mjeteve dhe kemi stagnuar. Edhe besoj që jemi në shumicë në Kuvendin e Kosovës, e Komunës Prishtinës, do të ndihmojmë zotit Rama që të kalojmë edhe këtë krizë edhe të vazhdojmë me projekte të cilat janë të prekshme për qytetarin e Prishtinës. Ju e dini që ne në këtë mandat zoti Rama ka punu shumë, diçka që të tjerë ndoshta e kanë pa veçantër. Për shembull, nëse morëm për bazë mësimin gjithditor, në vitin e kaluar zoti Rama ka arrit me ekzekutivin e tij, kanë arrit me pas një 5 shkolla si projekt pilot, ndërsa në vitin 2025 kemi arrit me bë 12 shkolla. Edhe na mendojmë që në vitin 2026 të gjitha shkollat e Komunës Prishtinës do të jenë me mësim tërditor. Në këtë mësimi tërditor tash kanë filluar edhe komuna të tjera me kopiju edhe është mirë që e bojnë, sepse mësimi tërditor është një lehtësirë shumë e mirë për ekonominë familjare, për qytetarin, domethënë për shportën e qytetarit, sepse fëmijët shkojnë atë në ora 7:30 deri në ora 15:30, i kanë gjitha aktivitetet aty, kanë edhe shujtën e ngrohtë speciale që është e përgatitur në kuzhinën qendrore, pastaj në diçka që është bërë shumë e madhe prej pjesës ku në vi kodrëstrimave, në këtë mandat zotit Rama, diçka që është bërë 50 vite, domethënë përveç 2 shkollave që janë me mësim tërditor, shkollës Asim Vukshi dhe Zenel Hajdini, edhe një bibliotekë që është bërë shumë moderne te shkolla Ilmir Rakovica, është punu në planin e regjenerimit kodrëstrimave, që të tjerët as ëndër nuk e kanë pasur që mund të arritë dhe të bëhet. Lidha Demokratike e Kosovës me ekzekutivën dhe me zotin Rama kanë arritur që për ofër 2 vite të punojnë në planin e regjenerimit të kodrëstrimave, zona 2 që e rrok prej Xhamislapit ona e djathtë deri te Shprinci i Arbrit edhe Kahe Kurudha. Kanë arritur domethënë me bë planin e regjenerimit. Plani i regjenerimit është krucial për atë pjesë për shkak se bën definimin e pronës. Atje ka qenë prona mjaft e paqartë, ka pas prona të përzimi mes publike, private, jo në emën tyre, tash ky plan i regjenerimit është bën një skenim detaj i asaj zone, tash qytetarët kanë mundësi që me një procedurë shumë të shkurtë ta bartin pronën në emën tyre. Besoj që ky do të vazhdon në vitin 2026, do të kryhet si proces, edhe pastaj do të bëhet edhe plani zhvillimor detaj për atë zonë. Sepse ju e dini që edhe plani zhvillimor komunal 8 vjeçar ka ngesë për shkak të numrit në asamblejën komunale, është i përgatitur një më se 700 faqe, e që Prishtina ka shumë nevojë për atë plan zhvillimor komunal, mirë po në mungesë numrave edhe një opozitë destruktive, cila është për momentin Kuvendi komunal, që është puro politike, ka mbetë pa u votu prej asamblesë komunale, edhe këtë e vujnë edhe qytetarët e Prishtinës, sepse me planin zhvillimor komunal ju e dini që aty parashihen të gjitha kohjet e zhvillimit të komunës Prishtinës. E përmendet bllokimin që është bën gjatë këtij mandati nga qeveria qendrore, por edhe nga tash së fundi edhe nga opozita, siç po. Pse mendoni që do duhej qeveria të bllokante kryeqytetin, aty ku është, si me thonë, i gjithë koncentrimi i gjithë vendit, themi, edhe ekonomia e vendit, thuj se është e koncentruar në Prishtinë. Pse do duhej të bllokohej kryeqytetin, në këtë fakt, domethënë qytetarët e kryeqytetit dhe ata të cilët gravitojnë gjatë ditës, javës, muajit në kryeqytet. Po, ju e dini që ne kemi pas një bashkëqeverisje, në Ballatash kemi pas një bashkëqeverisje edhe me Partinë Demokratike të Kosovës. Edhe 2 vite ka shkuar shumë mirë.
Mas 2 vite e ponë që Prishtina po zhvillohet, Prishtina po ecë përpara. Edhe në kohë që e nalë zhvillimin e Prishtinës, edhe të Zoti Rama po ngritet si pris, edhe lidhja demokratike po ashtu. Pastaj ata dulen, pa asnjë arsyetim prej bashkëqeverisjes, edhe filluan me bë bllokadat të cilat juve që keni po. Ju e dini që në Prishtinë përveç numrit banorëve të Prishtinës që jetojnë rezident, është edhe 2 fish numri atyre që çdo ditë vinë në Prishtinë, i shfrytëzojnë të mirat e Prishtinës, mirë, po ditën e zgjedhjeve ata votojnë për komunat e veta. Domethënë, unë kam pasur që aty nuk i intereson fare komuna e Prishtinës përveç të mirave që i shfrytëzojnë ditorët cilët i kanë. Edhe kjo është një shqetësim shumë i madh. Ata e shohin me një sy këtë tjetër, sepse për të zhvillohet Prishtina rritet lidhja demokratike e Kosovës. Ata synimin, unë e kam pasur që gjitha subjektet e kanë synimin që lidhjen demokratike ta shohin sa më dobët. Mirë po, ju them një gjë që vetëm kur lidhja demokratike udhëheq me Prishtinën shihen ndryshimet. Kjo u pa edhe në kohën e Isa Mustafës kur ka qenë kryetar, edhe tash në kohën e zotit Harem Rama. Unë nuk më ime kuptu se si një minister i financave merret me një komunës e dëshiron ose qëllimisht, politikisht i bllokon fondet e komunës Prishtinës. Kjo s'ka ndodhur asnjëherë. As nuk ka shpjegim, as nuk ka arsyetim. Zoti Rama e ka thënë disa herë, unë nuk jam jurist, nuk jam njësi mirë atyre çështjeve, mirë po thotë që dikush me të vërtetë burgun ka me hangër sepse t'ia ndalsh komunës Prishtinës një kryeqyteti ku ai vet çdo ditë i merr të mirat, ku i shkollon fëmin, ku hang, ku pen, ku rën, ku pret mysafir, ku pret delegacione, t'ia bllokojsh me 60 milion euro, kjo s'don koment. Kjo ashqisore kuptohet që është puro politike. Vetëm për mos me lanë lidhjen demokratike edhe kryeqytetin më zhvillu. E unë mendoj që qytetari Prishtinas këto e ka kuptuar dhe mendoj shumë që me 12 tetor do të jap në verdiktin e vet edhe ndëshkimin këtyne opozitës, po edhe pjesës qeverisë qendrore, po, falim. Mendoni që një lëndë ka dërgu Zoti Rama në gjykatën kushtetuese. Mendoni që kushtetuesja do të vendosë në favor të kryeqytetit, këtë rast të komunës të lëndës Zoti Rama? Shqyr Zoti që ekziston gjykata kushtetuese. Se po mos ishte gjykata kushtetuese, nuk di ku do të shkojshme. Gjykata kushtetuese më besoj plotësisht 100% që është në dobi të kryeqytetit Prishtinës, sepse as edhe një arsye nuk e ka. Buxheti 2024, 28.5 milion, ajo është aprovuar në Kuvendin Komunal të Prishtinës me ku. Asnjë arsye nuk e ka. Për buxhetin e vitit 2025, fakt që është vanu Kuvendi Komunal me votu, e kanë votu me vonesë, mirë po ata arsytojnë për shkak se nuk është konstituu Kuvendi i Kosovës edhe nuk i informu komisionet edhe për ata edhe nuk i bartin, që është diçka e padrejtë, sepse qytetari i Prishtinës pevuan këto. Po, të flasim pak edhe për shtrirjen e, si me thonë, investimeve të kryeqytetit. Si keni po, ju përjarën me sa di jeni nga Gollaku, edhe sa keni po investimin në atë pjesë dhe cila është, si me thonë, oferta juju, se që do të bëni ju që edhe ajo pjesë e Prishtinës të marrë vëmendjen e nivelit lokal qeverisjes Prishtinës edhe të shndërrohet në një zonë ku edhe mund të zhvillohet turizmi edhe të gjitha tjerat, sepse ka një potencial të mirë. Shore, tash kjo emisioni është shumë i shkurtër, nuk më jemi përfshirë gjitha. Nuk kam qenë pjesë e ekzekutivit as e Kuvendit Komunal. Mirë po të arriturat janë të prekshme për qytetarën e Prishtinës. Unë harrova me potencu, për shembull, transportin. Që ka ndodhur tash në Prishtinë është diçka që ëndrrat e tjerë se kanë po. Kryetari Rama me ekzekutiv kena arrit me bë si lidhja demokratike e Kosovës, kemi arrit me bë biletën e integruar, të cilët të gjithë kanë proklamuar se është e pamundur më bë. Tash komuna e Prishtinës ka diku në ofër 110 autobus të ndryshëm edhe ka arrit me shtri transportin në të gjithë Prishtinën edhe në të gjitha fshatrat e Prishtinës. Këto për ndërlidhe me ato që e thatë ju dhe pyetjen e juaj, sepse ne tash në ndaljet Prishtinës, në drejtim të Gollakut kemi arrit diku në ofër 2 kilometra me bë rrugë me 4 kursi, edhe besoj që do të vazhdojmë çdo vit me llote të ndryshme deri të arrijmë vendin aty ku kemi synimin, domethënë që të jenë përfshirë të gjitha fshatrat e Gollakut. Për çka përmenda transportin e përmenda sepse për herë të parë janë në këtë transport janë përfshirë të 53 fshatra të Gollakut.
domethënë e kena bën me qëllim, ose është bën me qëllim, është dashur më bën më te, po nuk është bën. Shqyqër zotit që bo tash, domethënë nuk ka lagje edhe nëpër fshatra ku s'kan transport. Kjo është bo për shkak mos me ndodh migrimi që shka ndodhur në të kalume në më bëshatis shkollat, më bëshatis fshatrat me me të mjerume. Edhe kjo është bo diçka tepër fantastike me këtë transport. Sa do shkënaqësi kur ishe, domethënë në linjat që operojnë gjitha fshatrat e Gollakut, edhe kënaqësish kanë filluar me këtë linjat shpeshta sigurisht edhe bileta nuk kjo bileta integrume se e bën bileta integrume prej 80 centëve nuk ka kurkon. Bilet integrume, domethënë e ka fuzionu transportin publik me ato privat, veç zotërome dhe ekzekutivi dhe lidhje demokratike. Po, se mund t'i përdor secilin autobus, domethënë të secilës linjë me të njëjtën s'ka ndodhur asnjëherë. Kjo ka ndodhur në Perëndim edhe në Perëndim jo në gjitha shtetet. Në Kosovë është në Prishtinë, hera e parë që ndodh, ti vjen prej Prizrenit, e merr me bilet në stacion të autobusit, e merr biletën tjetër të Prishtinës edhe pa parë me të njëjtin bilet, shëtit tër ditën nëpër Prishtinë. Është shumë interesant. E tash mos flas për pjesën e Gollakut ku na nuk kemi pas transport fare. Është dashur as për shkollim as për gjatash, s'ka fshat, s'ka zonë që s'ka kanë kombibus ose autobus. Edhe është mirë që kanë filluar njerëz me u kthy, kanë filluar njerëz me investue, vlera e pronës në Gollak kudo që është investuar ka ndryshuar në mënyrë drastike, kanë filluar jo edini kanë filluar fabrika ku ka numër të caktuar të punëtorëve, që është shumë interes për komunën e Prishtinës, pastaj restorane edhe forma të ndryshme, është investuar në rrugë, bukur shumë investuar, mirë po ka ende shumë u investu për me mujt me kriju një jetë më të lehtë, me u kthy banorët dhe me zhvillu qoftë veprimtari përfituese për veti, po edhe për komunitetin edhe për komunën. Po sigurisht se ka shqetësime të mëdha që fshatrat në gjithandej Kosovës në fakt po ndodh një migrim i madh drejt qyteteve, edhe investimin edhe bërja e jetës sa më të lehtë nëpër fshatra do ta, si më thon, ndoshta ndalte ose ngadalsonte këtë proces që fshatrat po mbesin të boshatisra kështu edhe shumë shkolla, shumë institucione tjera. Cili është pika e shkurtë zoti Zmonit, që është programi i LDK-s për këtë zgjedhje? Keni shpalosur gjithandej, ju e përfaqësoni sepse nesër në Kuvendin Komunal këtë do të synoni ta implementoni. Çka pika e shkurtë, cilat janë ato bazat kryesore të cilat ja ofroni qytetarëve të Prishtinës? Programi i Lidhjes Demokratike është program shumë i gjerë, është shumë publik. Ne pjesë të programit cilat kemi filluar edhe para 4 viteve me zbatuar që na kanë stagnuar, do të vazhdojmë të jetësojmë, mirë po kemi shumë në drejtim, siç janë për shembull se harruam me cekët dhe lojrat mesdhetare olimpike, të cilat do të kthehen ka Vranjevsi, domethënë është një arritur shumë e madhe, është për herë të parë që do të bëhen në vitin 2030, ato është një investim që do të ndodhë shumë i madh me stadiumin, me të gjitha ato elementet përcjellës e tina. Pastaj ne kemi shumë projekte tjera cilat presim që t'i realizojmë. Tash me të gjitha shkollat komunës Prishtinës do t'jenë me mësim tërditor. Pastaj ngroja, ne kemi pas një takim muajin e kaluar në shkollën Model, edhe një plan program që ka bo në ngrohturja e qytetit për shtrirë edhe në pjesë të tjera të Prishtinës. Besoj që shumë shpejt do të arrijmë edhe atje, sidomos nëpër shkolla edhe institucionet do të arrijnë shumë shpejt. Pastaj kemi sheshin Gjergj Bush që do të përfundoj, domethënë është jetike për komunën e Prishtinës me u bë. Është aja pjesa ka xhamia e madhe, ka thonë zoti Roma që do të jetë po ashtu shesh sikur se ka edhe katedrala, duhet ta ketë edhe xhamia. Xhamia që është në ndërtim e sipër. Pastaj kemi në shkolla janë diku në ofër një numër i konsiderueshëm, saktësisht nuk e di sa shkolla, po e di që është një numër shumë i madh i shkollave që janë të projektuar për ndërtim ose janë duke në fazë të ndërtimit. Shumë qerdhe, shumë terene sportive pranë shkollave, shumë shkolla janë renovuar, shumë qerdha, domethënë këto janë pika të shkurtë ato që besoni që do të kryen ose përfundohen edhe ato projekte të mëdha, sepse kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha edhe të mandatit kaluar, të cilat edhe për shkak të blokadës ose përplasjes me pushtetin qendror kanë mbetur pa u realizuar, siç është sheshi Gjergj Bush, ka mbetur një themi grehin ashtu e shëmtur themi në mes të qytetit, në qendër të qytetit. Mendoni që do të kryhet kjo? Jo, dini që edhe në rruga na kanë marrë domthon ky pushtet, njerëz të këtij pushtetit na kanë ndërprer punimet për 1 vit e gjys. Domthon ka stagnu mirë, po në fund fol gjykatave të Kosovës
I falenderojmë pa mos, sepse ka drejtësi, vanën, po drejtësia nuk falë. Po edhe kemi arrit me përfundu, besoj që mrena javë të hapëm rrugën A e cila lidhet me rrugën B, pastaj do të vazhdoj edhe me rrugën C, edhe unë benej shumë që kjo qeveri do të më shku, sepse nuk është qeveri zhvillimi, është një qeveri koti, është një qeveri e cila edhe në buxhetin e vetë i mbon mbi ofër 500 milion euro. E ato porët degradohen kur rinë, ato porët, si kështu mi mojtë në diastak, ato devalvimi tyre ndodhë çdo ditë, investimet e qeverisë duken, domethënë asnjë porë tjetër qeveria nuk ka investuar. Ju eshin edhe autostradën për Gjilan, ju eshin edhe autostradën për Pej, ju eshin edhe autostradën për Podjev. Domethënë asgjë nuk u bë. Bash asgjë, Kambeta ku ka qenë. Sikur kur të nal rrymë ashtu Kambet. Domethënë sheshi Gjergj Bosh do të bëhet. Lëndë janë gjykat. Nuk ka asnjë arsye, nuk ekziston asnjë mbrojtje atë. Na pengesa kena pasur edhe për sheshin Gjergj Bosh, pengesa kena pasur për nënkalimin me bë prej komunës deri mbas teatrit aty, edhe ka xhamia e madhe. Ne pengesa kemi edhe për tregun e Gjelbert, që ka mbetë ende pa përfunduar, që është bë projekti, që është një projekt i jashtëzakonshëm. Domethënë ne kemi një sër projekte të cilat na i kanë stopu. Shpresojmë shumë që kjo do të merr fund, sepse me bllokad nuk shkojmë askund. Na pishojmë që në Kosovë realisht migrimi po ndodh çdo ditë, 3 ton po shkojnë jashtë. Nëse vazhdon me këtë blokad, me këto ngërçe politike, faktikisht rinia jon, njerëz të arsimum në Kosovë, po na ikin. Evropa për merr gjeneratat e gatshme. Ne pastaj nuk do të na duhen as sheshet, nuk do të na duhen as shkollat, e as universitetet që besa as rrugët. Kështu që shpresoj shumë që ne do të jetësojmë ato projekte që i kem, po edhe shumë projekte tjera kapitale të cilat e presin komunën e Prishtinës edhe qytetarën e Prishtinës. Po, do t'jetë, e përmendet pak shkorazi kështu që do t'jetë sheshi deri tek xhamia, deri tek posta atje, thoni që do të vazhdoj deri atje ku po ndërtohet tash xhamia e madhe? Ky do të vazhdoj edhe do të jetësoj deri te rrethi i flamurit. Po se ma do të kalojmë kështu ka pas përndimin. Po deri atje po them i pari, pjesa e parë do të bëhet që do të jetë e përnjëshme edhe me xhaminë e madhe, kur do të jetësohet xhamia, kur do të bëhet, kur të inaugurohet do të jetë edhe sheshi deri te xhamia, sepse ju e dini që aty ka ndërlidhshmëri, do të më bëhet disa nënkalime për mos me blloku komunikacionin, sepse kretë kjo arroganca e këtyre bëhet që përpara Roma pi bllokon rrugët. Jo më atë rrugë do të më blloku për më zhbllokue. Do të ka projekte shumë madhore të cilët tjetër nuk i kuptojnë. Tjetë nuk i kuptojnë. Prishtina është kryeqytet, është kryeqyteti të gjithëve. Të gjitha delegacionet ndërkombëtare në Prishtinë vinë. Baza është në Prishtinë. Edhe Prishtina do të jetë, për një moment do të jetë një metropol, që do të jepni po me këtë tjetër Prishtinës. Ju e keni pa dhe festivalet që ndodhen tash. Ju e keni pa që nuk ishte vend as në bujtinë, as nuk ishte vend as në restorane, as në hotele. Ato vetë zoti Roma e ka bën. Domethënë zoti Roma është një urbanist i vërtetë i cili menon për të imagjinatës këtyre që kërkojnë vot për Prishtinën. Po, besoni që në zgjedhje do të fitoj pa balotazh kësaj radhe zoti Roma? Unë mendoj shumë, shpresoj shumë. Ne jemi mobilizuar, jemi të shku deri në derë edhe të shpalos programin e lidhjes demokratike edhe zotit Roma unë besoj shumë edhe kisha kërkuar nga këto që të dalin të gjithë me 12 tetor të votojnë lidhjen demokratike të Kosovës, do të votojnë zotin Roma sepse vetëm me zotin Roma shkojmë përpara. Nuk kisha pas dëshirë që të shkojmë në ballotazh për shkak se në ballotazh pastaj ju e dini që aty duhet të janë do praktika tjera, do marrëveshje edhe të cilat mundin me cenue investimet edhe mundin me cenue përparimin e Prishtinës. Po, e pom javën e kaluar dështoj mbledhja ose seanca për të votuar buxhetin. Mendon që është ky një presion që të mos votohet buxheti dhe të bllokohet Prishtina edhe para zgjedhjeve lokale? Unë përbes nuk më imi kuptua ata asamblesë të subjekteve tjera të cilët marrin pagë prej komunës Prishtinës, dalin kërkojnë vot prej qytetarëve të Prishtinës, ndërkohë politikisht e bllokojnë buxhetin e Prishtinës, e bojnë stagnim Prishtinës aty ku është, sepse ju e dini që pa parë s'u bëhet asgjë. Unë mund t'i them me shumë besim, me sinqeritet që gjitha punët që janë të bë prej kompanive në Prishtinë janë të bë vetëm me mirë besim, sepse komuna e Prishtinës nuk ka asnjë cent në llogarinë e vete. E nuk më me kuptu çysh kanë ftyrë me dalë me lyp votën të qytetari, kur një prej e aty në kandidatëve që kërkojnë votë është aty në kuvendin komunal, e saboton kuvendin komunal për mos me bërë buxhetin për komunën e Prishtinës. Është e pa kuptim, unë s'më me kuptu, sepse ka marrë votë qytetarit për me rregullu jetën e qytetarit, jo për me blloku, sepse aty ka nevojë për atë mjet edhe për një kanalizim, edhe për një ndriçim, edhe për shumë sene. E ata e bllokojnë, me ditjet marrin, pagën e marrin, sikur të kishin refuzuar pagën,
kësha mujtë me mirë kuptu, mirë po insistojnë që me të parin me pas pagën edhe me ditjet, ndërkohë nuk shkojnë me votu për të mirën e qytetarëve të Prishtinës. E pa kuptim për mua. Sigurisht që kjo edhe në një rast emergjent Prishtina s'ka pare. As edhe një cent nuk e ka. As edhe një cent. Është për tarë keq, po gjendja është e tillë. Ne nuk mujna me mohu as me mshef. Edhe unë besoj shumë që qytetarët Prishtinës do t'i ndëshkoj ata me vot të cilët e kanë bërë këtë blokadë dhe vazhdojnë me bërë këtë blokadë. Për interesa puro politike, për interesa të ngushta partijake. E Prishtina nuk është veç e një partisë, Prishtina është e qytetarëve të Prishtinës, edhe është e gjithë qytetarëve, që besa edhe e Kosovës, është kryeqyteti i Kosovës, e deshtën apo se deshtën me thanë. Po, megjithatë përmendet pak a shumë kështu që nëse shkohet në balotazh do të mund të bëhen edhe koalicione, se ne e dim që pa koalicione është problem që të fitohet, sidomos në kryeqytet, aty ku nuk, si më thonë, është i gjithëve thojse dhe jo një bastion ku veç një parti mund tjetë e para. Keni si parti, si LDK, vijat kuqe, duke i po përvojat e kalumës, po e bëj këtë pyetje, keni vijat kuqe për një parti, apo do të vazhdoni që t'jeni këmbgull që të zbatohet vetëm programi dhe jo të ndodhë sikur me PDK-n t'i shkëput një marrëveshjen mas 2 vite? Shë ne thëmë drejt jemi të interesuar që të kemi shumicën në kuvendi komunal vetë. Për ata kemi punojmë ditë natë që të jemi të pavarur për askujt. Kushdo që pranon programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po çëse kemi nevojë, do të jetë i mirë së ardhur. Mirë po, ne nuk do të bëjmë gabime të kaluarës, nuk do të kisha dëshiruar fare që të kemi koalicione edhe marrëveshje me askënd, sepse të njëjtit janë, nuk mund ndryshojnë. Po qëse që 2 vite kanë blokue komunën e Prishtinës, prapë do të bëjnë njëtën zë. Për një grush vota ose për një note partijake. Kështu që unë kësha pas shumë dëshirë që mos të vide të epik, po me 12 tetor, pa ballotazh të fitojmë Prishtinën, edhe në qofë se veç vije deri që të aja, atëherë do të shofëm, dhe më thonë, unë nuk jem ndonjë faktor që mund vendosin organet e partisë, po nuk kisha dëshiru që të kemi subjekte brenda koalicionit të cilat pas një kohë dalin prej koalicionit edhe sabotojnë punën e kuvendit edhe punën e përgjithshme të Prishtinës. Po, ju e përmendet edhe Vranjevsin që do të investohet jashtëzakonisht shumë është investu në mandatin e parë të zotit Rama. Ju me që jetoni aty dhe jeni nga ajo edhe jeni propozu nga ajo lagje, çka do të bëni që të merr, sepse ne e dim që Vranjevsi nuk është që është investu shumë nga qeveritë e kaluara, kështu. Vetë konfiguracioni i Vranjevsit të lenë me kuptu që nuk mundesh me bë mrekullina për njëhershme. Nuk mundesh me investu diçka çka starok truni për shkak se atë është një dënësi shumë e madhe. Po policisë unë e thash vetëm pjesën e kodrës trimave 2 ku është bë plani i regjenerimit janë sipas të regjistrimit që kanë ndodhur tash para 2 muaj janë dikon ofër 24.000 banor. Më thonë, është dënësi shumë e madhe. Nuk mundet më zhvillu diçka, për ata s'ka mujtë më bo as plani zhvillimor detale as komunal, pa u bo që kjo plani që thash master plani. Tash, në kodrë trima është punu mjaft, është punu në për rrugë, cilat janë jetike dhe cilat kryojnë edhe zhvillim. Janë domosdoshme, infrastruktura rrugore, po infrastruktura shkollore, është renovu shkolla fillore Zën e Lajdinit, kanë bë 2 parqe ai ku ka qenë stacioni i policisë, një park të shkolla Asin Vokshit, tash ka me u futë në renovim edhe shkolla komplete Asin Vokshit, tash është bë biblioteka të shkolla Ilmira Kovica, ka më bëmë mësim të rditor shkolla Ilmira Kovica, është përfundime sipër, besoj që para përfundimit fushatës do të bëhet edhe hapja e tregut të automjeteve, është bën pjesën e Bërnicës atë, është investuar në pjesë edhe në fshatrat Gollakut, do të thonë në pjesë të Bardhoshit edhe në Barileve dhe në gjitha fshatrat është investu, po jo mjaftueshëm. Në kodrën e trima na jem të prit si planin e regjenerimit, i cili do të përfundoj, edhe unë kam dëgjuar prej zotit Rama, jo drejt për drejt që ka shumë kompani të interesuar edhe në pritje për me fillu me zhvillu edhe me ndryshu tërësisht kodrën e trimave. Mirë po, ky plani i regjenerimit ka qenë krucial për me fillu themi pengesë deri tashme. Pengesë deri tashme për shkak se pronat s'kan qenë definuar. Domthonë nuk ka mujt zoti Rama as kurkush me bë diçka më shumë. Nuk mundna na me prish tash kodrën e trimave me bëj. Ka ndodhur ndërtimi në faza të ndryshme,
Zakonisht në Vranjes janë 80% janë pjesë Gollokut edhe Llapit, tash mirë, po me planin e regjenerimit që ka bërë zoti Rama, do të ketë ndryshime, dhe shpresoj shumë që do të jetë një atraksion edhe do të jetë diçka që e papame për Prishtinën, se nuk mundet më krahazu Kodratri me afërsi me kryeqytetin, me Matin ose me lagje të tjera. Është punu shumë, është bërë qendra mjekësisë familjare në Kodratrimave, domethënë shumë moderne tash. Domethënë të gjitha aparaturat moderne me të gjitha llojet e analizave, është çerdhja publiko-private. Domethënë një sër investime që bën Kodërnetrime nuk është për me mohu, po ka shumë për me bë. Mirë, po shpresojmë shumë që me planin e regjenerimit i cili është bën në pjesën e dytë të Kodërstrima, vitin 2026 do të bëhet edhe për pjesën anën e majt prej Xhamisllapit në Kodërnetrimave ne, edhe besoj që mbrana mandatit të dytë zotit Rama do të jetë diçka më ndryshe Kodërnetrime, do të frymojmë më lërshëm edhe qytetarët e Kodërstrimave do të përfitojnë shumë nga kjo. Po, edhe një çështje që është diskutuar shumë dhe ka pas kritika shumë zëvendësmoni është në kryeqytet është kolonat e gjata. Pse mendoni këto dhe besoni që do të mund të, si me thonë, zvoglohen, sepse eliminohen, po themi që është ndoshta e pamundur për shkakun që është kryeqytet dhe gravitimi i shumë njerëzve për shumë qyteteve me veturat është tepër i madh, domethënë. Po do të mund të bëhet zgjidhje shumë e madhe dhe mendoni që rruga A do të mund të themi ta zvoglonte, ta ulte këtë numrin e kolonave? Për që rruga A, normal që e zvoglen numrin e kolonave edhe pastaj unoza e mbrëmshme e Prishtinës që është duke vazhduar, është në përfundimsi, besoj që në tetor do të përfundoj segmenti i parë, mirë po ne e kemi të gatshëm unozën e jashtme të kryeqytetit, që në kohë të gjatë thash në fillim e bllokon niveli qendror, për në nënshkrim ajo vundrën aty. Se pa u bë unoza e mbrëmshme, pastaj pjesë të unozës të jashtme, Prishtina është vështirë me do blloku. Është vështirë. Pavarësisht investime në rrugë, asfaltimit, trotuareve, shesheve, normal që ju e dini në Prishtinë është dyfishi i banorëve dhe i veturave që futen ditët në Prishtinë. Sot është Prishtina digjitale, domethënë na i kemi matjet që i bëjmë për çdo hyrës Prishtinës, është numër enorm i automjeteve të cilat futet në Prishtinë. Është e pamundur, zoti Rama e ka proklamuar që në hyrjen e Prishtinës do të ketë baza ose stacione të autobuseve, për ata ka bërë dhe biletën e integruar edhe tash kemi edhe bilet falas. është për një muaj tash bileta me kurdo që aplikon kuletën digjitale ka falas, edhe synon që transporti të jetë publik i pari, në vërtet këmësori pari, transporti publik, pastaj veturat. Sidomos në pjesën në zonën ne, nuk besoj që ka nevojë me u fut veturat fare. Po, e kam këti pyetje të fundit, zëvendësmoni, e di që i ki kolegë dhe e ki vështirë, shtu nështë për veti, por a mund në thosh pse duhet me votu qytetari i Prishtinës, Shefqet Osmanin, para kandidatëve tjerë ose kolegëve tjerë, sepse të partive tjera po e dim, por brana partisë, a ka në i gara ju? Lidha Demokratike e ka një listë shumë të pastër. E ka njerëz të zgjedhur prej 5 degëve, një listë shumë e pastër, kurdo që futet në asamble, ka vlerat e veta. Mirë, po në këtë rast futem në asamble komunale dhe kërkoj votën për veten time, s'pare kërkoj votën për Parim Ramen. Mua nuk më duhet vota për numrin 28 nëse nuk i voton për Parim Ramen, sepse unë kam qenë aty në kohën kur nuk i kemi pas pushtetin. Ne kemi qenë musafir në kuvendin komunal. Edhe prej këtu i bëj apel edhe kolegëve të mi, mos kërkoni votë për veti, kërkoni votën për kryetarin, për Parim Ramen, pastaj votën për veti, sepse nuk duhet asnjë vota personale për Parim Ramen. Ne thashë kemi pas një korridor deri në kuvend komunal, as në katën e dytë, në kohën e vetvendosur nuk na kanë lënë mund gjit. Unë thash, ka vlerë secili prej atyre që është në listë. I çmoj të gjithë, në varet kush sa punon, kush sa ka integritet. Unë mendoj që meritoj me qenë pjesë aty për shkak se kam qenë zëri ma kritikues. Jam shumë interesuar edhe në këtë mandat, kurdo që është në qeveri, ta mbroj paron publike. Ta mbroj paron publike, e thëmë 2 herë, ta mbroj paron publike. Kjo është misioni jem. Po, zëvendësmoni, të kisha falenderuar shumë që ishe në Infodesat. Ishte kënaqësi, ju falenderoj shumë, ju uroj punë të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq kishim për sot, dhe faleminderit që ishit me ne bashkë, miropafshim.